Praktik në harmoni me natyrën, pa shkaktuar ndotje të ambientit, me bateri më të madhe dhe vozitje të rehatshme e dizajn fantastik. Kjo vetur nuk ka si të mos ju bie në sy. Vetura që përshënim mrapa është modeli 2 të Volkswagenit komplet elektrik, është Volkswagen ID4, është një vetur më e madhe se ID3, me shumë teknologji të avancume, gjithashtu është të arrit atë çka duhet me arrit pra përparimin drejt veturave elektrike. Është vetur e përshtatshme për të gjithë, e pajisur me teknologjinë e fundit, gjë që e bën tejet të thjeshtë e të rehatshme vozitjen. Me ID4 është një vetur shumë e përdorshme elektrike, me një mundësi të vozitjes autonome deri në 520 km. Ofrohet me motor të ndryshëm, ku motori më i kërkuar është ky me 77 kW, pasi që ofron 520 km vozitje autonome dhe ka kapacitet të mbushjes varësisht prej mbushjes prej 3 orë deri në 15 deri 20 minuta. Flasim për range-in me mbush bateria prej 20% deri në 80%. Kërkesat për vetura elektrike po rriten çdo herë më tepër. ID4 ofron edhe më shumë hapësinë, është në kategorinë e themi Volkswagen Tiguanit, pra është një crossover, gjithashtu ka mundësinë me qenë edhe me vozitje me 4x4. Vetura që kemi këtu sot është me tërheqje me rrotë mrama, mirë po versioni ID4 GTX ofrohet me tërheqje me 4 rrota, përsëri me motorin e njëjtë për 77 kW, me një fuqi prej 204 kuaj fuqi, po me vozitje me 4 rrota. Por sa dallojnë në vozitje veturat elektrike? ID vjen në disa nivele të pajisjeve, pa flasim për ID4 Pro, ID4 Pro S, ID4 GTX. Gjitha këto janë nivele të pajisjeve, por të veturat elektrike niveli pajisjeve dallon, pra nuk është liria që ka qenë në veturat konvencionale për konfigurime. Veturat elektrike vinë në pakot të ndryshme, ku me një nivel vinë në mënyrë automatike disa pajisje më të avancume. Për shembull, veturat që e kemi këtu ka shumë pajisje standard, siç janë rrotat e aluminit, mandaja dritat Matrix, sistemi autonom i vozitjes, niveli navigimit e shumë pajisje tjera. Niveli i vetdijes për vetura elektrike muj me thonë që është rrit drastik në treg, në mënyrë drastike, për njëherë kemi pas një rritje të kërkesës, duket se na po ecim në hapa dur rreth adaptimit të veturave elektrike në tregun e Kosovës. Na jemi duke u përballë për momentin në vështirësi që vazhdojmë prej pandemisë tutje në furnizim me vetura, kjo ka bërë që mos me arrit na me i përmbush kërkesat e tregut. Mirë po në fakt ka mjaft kërkesë, edhe sidomos me rritjen edhe të rjetit të mbushsave elektrik, që ka fillu në mënyrë shumë të shpejt me u zhvillu edhe në vendin tonë, atëherë kërkesa për vetura elektrike është rrit. Vlen theksohet që çmimi i veturave elektrike në parim është më i shtrejtë, mirë po nëse llogarisim mirëmbajtjen, veturat elektrike nuk ka nevojë pothuajse fare për mirëmbajtje. Vetura ID3 dhe ID4 që i ofrojmë ne, kërkohet që një herë në 2 vite të ju bëhet një kontroll në servis, edhe të ndërrohet filteri i brendshëm i klimës, pra nuk ka diçka tjetër që kërkohet. Kjo e bën që kosta e operimit me vetura elektrike, sidomos për biznese, me qenë shumë më e ulët. Kjo ka bërë që me u rrit edhe kërkesa. Në anën tjetër gjithashtu duhet të cekim që me energji elektrike, edhe pse ka ndryshime të çmimeve të energjisë elektrike, prapë me nivelet të çmimeve që janë sot në Kosovë, me dikon mesatarisht 1 euro bëhen 100 km, që është drastikisht më pak se sa le të themi shpenzimet me naftë ose me benzinë.
Me fillu me vozit me veturë elektrike, kërkon pak adaptim, ma shumë kërkon në vetdijen e vozicit. Si ndjenjë vetura elektrike është shumë ma e mirë se vetura konvencionale, ka ma pak zhurëm, nivelin e levizshmërisë për shpejtimin e ka shumë ma të shpejt, edhe fuqin që e prodhon e ka më të madhe. Na kemi ndëgjuar shumë shpesh që gjithë frikëzohen nga ajo se do të mbetet pa bateri ose ku do ta mbush. Kjo kërkon kurrë më shumë se një planifikim të thjeshtë të udhëtimeve që kemi i bë. Nëse flasim për ID4 që ofron një range deri në 520 km, atëherë është shumë lehtë për rajonin se ku vëzitet vetura jon me pas një planifikim se ku kemi udhëtu ose si kemi udhëtu. Problemi vazhdon kryesor me mbet rrjeti i mbushsave elektrik. Është diçka që po shkon të u përmirësu shumë shpejt, mirë po ka nevojë me u përmirësu hala në mënyrë që me qenë i lirë prej asaj mendimit se ku do ta mbushi veturën. Në momentin që kemi rrjet mirë të mbushëve elektrik, atëherë adaptimi i veturave elektrike është edhe më i lehtë. Në momentin që ti nuk ke nevojë me mendu se ku kemi mbush veturën, e din që mbrana një cilës do rrugë ki mbushsa elektrik, atëherë unë mendoj që adaptimi ka me qenë shumë i shpejt pasi që ndjenja e vozitjes edhe thash ato efektet pozitive të mirëmbajtjes kanë me bëjë që njerëzit me pas shumë a shumë dëshirë me vozit një veturë elektrike se një veturë konvencionale. Përveç shpejtësisë dhe rahatisë, ID4 ofron edhe shumë sisteme të sigurisë që ndihmojnë secilin vozitës në rrugë. Domethënë sistemet e sigurisë si lane assist që të mban në vija rrugës ose sistemi i kontrollës distancës janë sisteme standarde në ID4. Për më shumë, ka dhe sisteme shtesë si që është kokpiti virtual, që ofron siguri shumë të madhe, sidomos në navigim, dhe secili vozitës ka përpara direkt informatat e sakta, sa është limiti në rrugën që është u vozit, çfarë drejtimi duhet të marrë, edhe nëse ka ndonjë rrezik të paparashikueshëm në rrugë. Pra ID4 është i pajisur me gjitha sistemet e mundshme që janë për momentin në teknologjinë automotive që janë në dispozicion, gjitha i gjenin në ID4. Shumica prej tyre janë si pajisje standarde, por ka edhe që janë pajisje shtesë. Porsche Prishtina është vendi ku mund të gjeni këtë veturë, por edhe të tjera, gjithashtu të mësoni për çdo detaj rreth tyre. Veturat elektrike, ID3 dhe ID4 mundeni me i pa nga afër edhe në Porsche Prishtina. Mundeni edhe me i testu, me provu ndjenjen e vozitjes me veturë elektrike. Çmimet dikon për ID3 fillojnë rreth 40.000 euro, kurse për ID5 fillojnë prej 50.000 euro e lart. Është kritike për momentin që ka të lashe globale në nivel të furnizimit edhe afati pritjes për veturë është pak më i gjatë. Sidoqoftë duke adaptu me teknologji të re, këto janë të pritshme. Ne i presim gjithë klientë që dojnë me testu, me pa nga afër, pse jo dhe me shiku mundësit për blerje. Vlen të kësose ne bashkëpunojmë me gjitha bankat që janë në vend. Me Raiffeisen Leasing edhe me Bankën Ekonomike ofrojmë direkt blerje me leasing që mundësën që secili shtetar me pas një kosto fikse mujore për vozitje me veturë. Edhe me veturë elektrike të e di që s'ka me qitë edhe naftë dhe benzin, ajo mbetet kostoja për cilin du të me pagu për me vozit veturë.